Falënderimet dhe lavdrimet i takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat i dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqerë mesik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjratën e parë realisht pas Ramazanit të kësaj natyre të cilët ligjrata zakonisht i kemi trajtuar para Ramazanit, me qenë se ka përfunduar Ramazani dhe afrohemi ka haxhi, një obligim madhor në Islam, për shtyllave të Islamit. Kemi vendosur që gjatë komentimit të Sahihut të Imam Muslimit në komentim të thjeshtësuar ta komentojmë edhe kapitullin e haxhit me aq sa kemi mundësi, do të pa u zgjenuar shumë, se nuk është kapitull të thotë i shkurt, është i gjatë. Do të mundohemi të përmbledh me hadithet kryesore në këtë kapitull dhe pastaj të shpërqismë mësimet dhe porosin nga hadithet në fjalë. Të këtë kapitull, autori ka vendosur në kapitullin e parë që do të lexojmë hadithet e këtij në kapitull dhe pastaj do të nxjerrim mësimet dhe porosin. Hadithin e parë e ka transmetuar nga Ibn Omeri, i cili thotë se një njeri kishte pyetur pejgamberin alayhis salam, çfarë mund të mbajë muhrimi prej rrobave? Muhrim është ai i cili ka hyrë në ihram, qoftë për umra apo edhe për haxh. Tha pejgamberi sa nuk mban apo nuk vesh këmish, turban, do ta kuptojmë se çka është për qëllim, pantallona, burnos as meste. Kurse nëse dikush nuk gjen papuçe, le të vesh meste dhe le t'u apres atë që është mbi lyje. Mos vishni asgjë që e ka prekur shafrani i egër e as ai, do thotë India. Hadithi i dytë me këtë në kapitull transmetohet, thotë nga Salimi, djali i Ibn Omerit, dhe nga Ibn Omeri, se të dërguari Allahut e kishte pyetur dikush për rrobën të cilën mund ta vesh muhrimi. Ai tha, muhrimi nuk duhet të vesh këmish, turban, rroba me kapele, që është fjala burnos, e as pantallona. Nuk i vesh as ato rroba që i ka prekur shafrani indian ose i egër. Mos veshni as kpucë, përveç nëse dikush nuk ka papuçe, atëherë le të pres kpucët deri në nyjen e këmbëve. Hadithi i radhës vjen pranë nga Ibn Omeri, i cili thotë se i dërguari Allahut ja ka ndaluar muhrimit, pra ai që hyn në ihram, vesh, do thotë rrobat e ihramit dhe e bën jetë, qoftë për haxh apo për umre, do thotë veshjen rrobat të ngjyrosura me shafran të egër ose shafran indian. Madje ka thënë, kush nuk gjen papuçe le të vesh kpucët, por le të shkurdoj deri në nyjen e këmbës. Hadithi i radhës transmetohet nga Ibn Abbas, i cili thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu duke mbajtur hutbë duke thonë, le të vesh pantallona ai i cili nuk e ka pjesën e poshtme të ihramit dhe le të vesh mesta ai që nuk ka, të thotë, papuçe. Ose fjala për ata njerëz që janë në ihram. Gjithashtu thot Amr ibn Dinar se kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke mbajtur hutbën në Arafat dhe e përmendi hadithin, do thotë, në kuptimin e mëparshëm hadithin që e citum. Pastaj hadithi i radhës nga Xhabir radhiyallahu anhu, i cili ka thonë se ka thonë pejgamberi sallam, "Men lam yajid na'layni", ai i cili nuk ka papuçe, nuk gjen, fel yelbas khuffaini, wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Kush nuk ka papuçe, le të vesh kpucë, ndërsa kush nuk e ka pjesën e poshtme të mbulesës, le të vesh, thotë, pantallona. Hadithi i radhës transmetohet nga Safwan ibn Ya'la ibn Umayya, e ky nga babai vet, se ka thonë, edhe një njeri të pejgamberit sa gjesa ishte në Gjiran, do të është në afërsi të Mekës një vend, kishte veshur një xhibe dhe i parfumosur ose gjurmë të ngjyrës së verë, dhe pyeti, çfarë më urdhon të bëj gjatë umrës time, do thotë, o pejgamber i dërguar i Zotit. Thotë, në atë kohë pejgamberi i kishte zbritur shpallja dhe e kishte mbuluar me një rrobë. Ya'la thotë, kam dashur të ta shoh pejgamberin duke zbritur shpallja, dhe tha, do thotë, dhe pyeti, atë do gëzonte që ta shikosh pejgamberin duke zbritur shpallja? Atëherë Omeri e ngriti fundin e rrobës dhe e pash pejgamberin ai mezi merr të frim sallallahu alaihi wasallam. Thotë, sikurse frimarja ju ka rëndu dhe ka sjell në shembull, thotë, sikurse frimarja e rënduar e qenxhit. Pasi që u qetësua, pyeti, ku është ai që më pyeti për umrën?
pastaj gjurmët e vera ose kishte thënë gjurmët e parfumit, hiqet gjybën dhe hyn në umre ngjashëm siç vepron kur hysh në kohën e haxhit. Pastaj prap, thotë transmetimi prapë është i ngjashëm, thotë erdhi njëri i cili kishte veshur një mbulesë të qepur në copa, shumë i parfumosur dhe i thau deri vallat, unë kanë hyrë në ihram për umre, kurse unë kam veshur këtë mbulesë dhe thotë të parfumosur. Do të trajtojmë hadithe vetëm po du me i lexu tekstualisht. Dhe normalisht fundi ka thonë, normal atë që ke bërë për haxh, thotë krye dhe bëje për umre. Pastaj transmetimi tjetër thotë i njëjti transmetim thotë në vazhdim thotë e pash pejgamberin të skuqur në fytyrë duke marrë frymë me vështirësi. Pastaj thotë kur i kaloi kjo vështirësi gjatë vitit shpallës, tha kush ai që më pyeti për umre. Normalisht e dërguan dhe e kërkuan dhe dërguan para pejgamberit mbas xheta dhe pejgamberi tha parfumin që e keni me veti loja 3 herë, ndërsa mbulesën që e ke heqë dhe vepron në umre, atë që ke bërë të thotë gjatë kryerjes së haxhit. Gjithashtu transmetimi tjetër prap nga Safwan ibn Ali ibn Umayya e ka nga baba i vet, thotë kishte shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa pejgamberi ishte në Xhiran, ndërsa veç më e kishte bërë niyet për umre dhe e kishte parfumos mjekra dhe flokët e tij, edhe kishte veshur një gjybe dhe i dërtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dërgoi Allahu unë kam bërë niyet për umre, ndërsa jam në këtë gjendje që shkon pse tani. Pejgamberi sa hiqi gjybën, pastaj ato parfum lëgoi, ashtu siç ke vepruar gjatë haxhit tën, ashtu vepro thotë edhe me rastin thotë e umres tënde. Thotë kjo është në kapitulli që autori thotë ka të bëjë hadithe se çka i lejohet muhrimit në haxh dhe umre dhe çka si lejohet, si dësharimi, do thotë se normalisht edhe parfumosi është ndaluar. Çështja e parë është haxhi në aspektin gjuhësor, do thotë el qasdu ila shay, thotë synimi në diçka. Ndërsa në shariat, terminologjinë islame, haxhi do thotë qasdul beitil harami wal mashaa'il al idham wa ityanha fi waqtin makhsus ala wajhin makhsus. Do të më pas qëllim synim çapën edhe thotë vendet e shejta dhe normalisht në kohë caktuar edhe në mënyrë të caktuar. Thotë jo ti kur dush me kry haxhin, po haxhi ka kohën e vet. Edhe normalisht jo ti çish dush me kry haxhin, por është i caktuar që ka kry pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa el umra në aspektin që sot do thotë zjarë, vizitë. Ndërsa në aspektin terminologjik është zjaratu beitil haram li amal makhsusa. Vizita e do të çapës dhe normalisht veprimi disa veprimeve të caktuara. Haxhi është prej shtyllave të Islamit, që e dim që Islami ka 5 shtylla. Njëra prej tyre është haxhi, ashtu siç ka në hadithin e Ibn Umerit, ku tha buni al-islamu ala 50. Është ndërtuar Islami me 5 shtylla, prej tyre tha wal hajji, edhe kryerja e haxhit. Haxhi bëhet obligim vetëm nëse personi i plotson 5 kushte. Kushti i parë është el-islam, me qenë musliman. Nga se jo musliman edhe nëse e kryen haxhin gjatë periudhës së kufrit apo shirkut të tij, haxhi i tij do thotë nuk pranohet, nga se pa iman nuk pranohen do thotë veprat. Për këtë arsye, kushti i parë është Islami. Nga se Allahu ka thënë wala washraku la habita anhum ma kanu yamalun. Ata nëse bojnë shirk, keq ka kanë bëu punëve të mira, thotë kanë me u shkatru. Gjithashtu Allahu ka thënë ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Na kemi shpall ty dhe atyve pejgamberëve që ka qenë para teje, që nëse i bën shirk Allahut azza wa jall, kanë me u shkatru punët e tua dhe keni me qenë prej të humburve. Qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haban manthura. Edhe na shpalesum punët e mira që kanë bërë, por ja kemi bërë plur dhe hi për shkak normalisht shirku edhe gjëra të tjera. Sa përket veprave të tjera, mbajtja e lidhë farefisnore, sadakaja kur njëri është thotë në kufër dhe shirk, ajo ka mundësi të thotë me pa hajër në dunja. Ka mundësi Zoti i jep shnet, ka mundësi Allahu ja shton pasurinë, i jep evlad, ndërsa për ahiret nuk ka asnjë pikë apo asnjë tro sevapi. Kushti i dytë është el bulugh, thotë me qenë në moshën madhore, nga sa ai i cili është në moshën madhore normalisht nuk e ka obligim dhe haxhin. Normal ka me pas
do thotë sevap nëse e kryen, po haxhi, do thotë islam që obligohet me kry nuk ka mundësi me u kry. Argument, thotë pejgamberi sa me ka taku një grup njerëzve në një vend të quajtur Rauha, edhe ka pyet men il qaum, kush janë ata? El muslimun, i thamë na muslimanina. Ata pyetën kush je ti? Tha Rasulullah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gru farafat i lehi imratun sabija, një gru e more një bebe, një fëmijë sabija, ka qenë 4 vjet, 5 vjet, Allahu alem, edhe ka shutë nalt. Thot, eli hadha haqq, a ki ka haqq ta po, ole ki ajr, edhe ti ki, thot, ajr. Pra, haxhi, sevapi mirët, po haxhi islam, normal duhet më kurim pas moshës madhore, Allahu alem. Kushti i tretë islam, i pranim, i obligueshmërisë së haxhit është el aql, me qenë i shëndosh psikisht. Kësaj i cili nuk është i shëndosh psikisht, nuk ka obligim haxhi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, urfi al-qalamu an thalath, an an-naim hatta yastayqidh, wa an as-sabi hatta yahtalim, wa an al-majnun hatta yaqil. Tha është ngrit lapsi nga 3 persona, nga ai i cili është në xhumë, derisa të zgjohet, dhe ai i cili është, do thotë sabi, i vogël derisa të hyjë në bylyk, edhe ai i cili është i çmendur apo nuk është mirë psikisht, derisa të kthillet. Kushti i katërt është me qenë i lirë, mos me qenë rob, nga se normalisht robi herb lehet, shitet, dhe kjo nuk e ka, do thot, obligim haxhin. Nëse normalisht e lejon, do thot, kanë thonë ulamoja, me kry haxhin e krym, po normalisht se ka, po duhet patjetër me qenë i lirë, po më kry haxhi i islamit. Kushti i katërt është el qudra, do thot, është, më falni pesti, mundësia apo qofta ja do thot mundësia do të përmes parave apo mundësia do thot përmes fizikisht do thot mundësi financiare dhe fizike. Do të ka mundësi njëri fizikisht me udhëtu, është do thot mirë, qoftë me aeroplan, qoftë me automjet, atëherë do thot e ka obligim haxhin. Ndërsa normalisht mundësia financiare dihet. Nëse s'është mundësia financiare, atë bie obligueshmëria e haxhit. Ka një gru dhe e ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për, do thotë në haxhin moda, haxhin e Tomirs. Dhe normalisht me të ka qenë Fadl ibn Abasi. Thotë ja Rasulullah, o pejgamberi Allah, inna faridat al-hajj, faridat Allah fi al-hajj ala ibadihi adrakat abi shaykh al-kabira. Allah kur e bën obligim haxhin për musliman baba jam, e thotë ishte në moshë të shtyme. Dhe normalisht ajo stati ai yastamsik ala rahil, nuk ka mundësi me qenë, do thotë në apo me qëndru në udhtim apo mjet udhimit. Afa hujju an, do thotë ata kry haxhin për të, thotë pejgamberi na hujji an abik, po kry haxhin, do të për babën tënd. Do të këto janë kushtet, do thotë e haxhit, dhe normalisht kushtet e cilat do thotë i kanë paraqit dietarët, do thotë janë kushtet e cilat normalisht janë të kërkuara fetarisht që ti mbikëqyrëm dhe ti shikojmë në mënyrë që të kryet haxhi në mënyrën më të mirë të mundshme. Ta do t'i kthehemi gjërave të cilat kanë nevojë mosharu. Për shembull tha nuk mban këmisha, pantallona, burnus. Burnus është një rrobe e gjatë me kapel, kanë thënë dietarët, dhe normalisht ndalohet me vesh kohën e periudhën kur është njeriu, do thotë në ihram. Pastaj çështja tjetër tha, as shafrani jegër as ai indian. Do të janë 2 bimë aromatike të verdha që janë përdorur për ngjyrosje dhe për parfumosje, do thotë e rrobave të njerëzve. Çështja tjetër që kanë thënë dietarët është tha nëse dikush nuk ka papuçe, atë le të presk pusë deri në njën e këmbëve. Allahu alem dietarët kanë thonë që në bazë të haditheve, personat i në ihram apo muhrimit i ndalohet veshja rrobave të qepura, pavarësisht a bëhet fjalë për pantallone, këmisha, mantilla apo xhibe. Pasu aty ndalohet mbulimi i kokës, vendosja ndonjë kapele për shkak të nxehtit apo gjëra të tjera. Kjo dispozit normalisht vlen për meshkujt. Kur është fjala për gratë, aty lejohen të gjitha ato gjëra që ndalohen meshkujve nga përjashtim, që gruaja e ka obligim ta zbuloj fytyrën dhe të heqë dorëzat nëse e bart nikabin. E gjithashtu kanë thonë ulemoja, nuk lejohet veshja e rrobave të parfumosura në përjashtim nëse ajo rrobë është e parfumosur qysh më herët dhe kanë mbet gjurmë të atij parfumi pas larjes me ujë. Shumë ka parfuma që në shtrejt. Edhe
nëse i lanë në rrobat, era do thotë nga i parfym nuk largohet. Atëherë kanë thonë lëmoja këtu bëhet përjashtim. Gjithashtu personi që është në ihram ka ndaluar me vesh kputucë me përjashtim të papuçeve. Gjithashtu ndalohet veshja e mesteve. Nëse muhrimi, haxhiu, nuk ka papuçe në vend të tyre mund të mbajë meste. Por sipas mendimit të shumicës së dietarëve, ai ka obligim që t'i shkurtojë në mënyrën e këmbëve. Të këtij mendimi do thotë është edhe imami jon, Imam Ebu Hanife rahimahullah. Ka edhe mendime tjera si për shembull rasti i Imam Muhamedit, se thotë nuk lejohet shkurtimi i mesteve sepse në këtë mënyrë dëmton pasurinë e tij dhe konsideron se hadithi më parë është i fuqizuar, se mund të vesh meste pa i shkurtuar. Allahu alem, këtë kjo është vendim i mendimit Imam Muhamedit, ndërsa mendimi më parë do thotë përpas Ebu Hanifes, do thotë e ka këtë mendim, do thotë edhe dietarë tjerë si është do thotë Imam Maliku, siç është do thotë edhe Imam Shafiu rahimahullah. Gjithashtu prej mësimeve është kur është në pyetje veshja e mesteve, në vend papuçeve, dietarët kanë thënë se normalisht nëse nuk ka papuçe, do thotë i vesh mestet, por do thotë duhet me i shkurtu, do thotë te gishtet, do thotë me pas dalje. Mirë po, a ka obligim me dhun fidje apo jo? Për shembull Imam Ebu Hanife ka thënë se personin fjalë ka që obligim të me dhun fidje. Ndërsa Imam Maliku dhe Shafiu kanë thënë se nuk ka fidje, nga se kjo çka ka përmendur Ebu Hanifja realisht është mendimi i tij ijtihad dhe nuk është sek në asnjë hadith nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu dietarët kanë thënë që hadithet që i lexuam në manalt, do thotë që janë argument se nëse në rast se njeriu nuk ka rroba të posaçme të ihramit, i lejohet të vesh pantallona, nga se gjërat do thotë e ndaluara kanë bënë të lejuara për shkak pamundësisë që nuk ka rrugdalje tjetër. Andaj do thotë dietarët kanë thënë që normalisht lejohet gjë e tillë. Ndërsa Imam Maliku do thotë e kundërshton një mendim të tillë. Pastaj çështja tjetër që e cekëm gjatë leximit të haditheve që është do thotë një vend afër Mekës. Gjithashtu dietarët kanë thonë që ndalohet parfumosja e muhrimit, qoftë shafrani apo parfymet e tjera. Dhe normalisht përdorimi i këtyre aromave normalisht ndalohen do thotë me rastin e veshjes së ihramit ose edhe pas veshjes së ihramit. Urtësia normalisht një nga urtësitë që kanë cekur ulemaja se ndalesa e tillë ka ardhur së pasojë që mos nxitet do thotë epsh do të tek meshkujt apo tek ata që janë afër tyre femrat, dhe normalisht kjo pastaj bie në kundërshtim me qëllimet e haxhit dhe ihramit, në të cilat normalisht ndalohet kontakti intim. Po ashtu kanë thënë ulemaja, kjo është shenjë e simbolikës nga aspekti i modestisë apo dëshmërisë dhe në shtrimit të plot për Allahut azza wa jall. Andaj dietarët kanë thonë që i ndalohet muhrimit veshja rrobave, do thotë që i cekëm më herët, parfumosja, heqja e çimeve, do thotë që dikush do me urrujt në sjetull apo të organet gjinitale, ndalohet një gjë e tillë, do thotë pas ihramit, dhe më duhet pas kujdesa tek çështja e flokëve, qeprikëve, çështja e mjekrës, do thotë që mos me lut me mjekër që me tra pasaj ndonjë çime. Prerja e thojve, lirja e flokëve dhe lirja e mjekrës me vaj, lidhja e kurorës martesës, marrëdhëniet intime dhe të gjitha do thotë llojet e tjera të kënaqësive seksuale, dhe normalisht është edhe apo bën pjesë edhe ngjyëtia për gjërat të ndaluara që i kanë ndaluar, do të Allahu subhanahu wa taala mëson gjatë periudhës kur njeriu është duke kryer haxhin apo është në ihram. Normalisht dispozitat që e ihramit që vlen për haxhin vlen edhe për umrën, nga se veshja llojet e caktuara të rrobave është e njëjtë, parfumosja dhe gjëra të tjera. Normalisht vetëm dallon kozgjatja e mbaqjes së ihramit. Nëse njeriu nga padituria ose arresa parfumoset dhe pastaj merr vesh ose kujtohet se është ndaluar, normalisht ai ka obligim që me largu do thotë parfumosin, me tentu me largu parfumosin nga trupi dhe nga ihrami i tij. Kuptohet sipas mendimit të Shafiut, dhe normalisht ndoshta kjo është mendim më i drejtë, që personi që është parfumos nga arresa ose padituria nuk ka obligim me dhon fidje. Imam Abu Hanife dhe Imam Ahmedi
dhe Bekr al-Muzani konsiderojnë se në rastin e parfimosjeve muhrimi ka do thot obligim me fidje, edhe nëse do thot personi i tillë ka harru. Nëse Imam Maliku thot se personi obligohet të jap fidje, nëse gjenja e tij vonohet dhe nuk e largon aromën dhe gjumat e saj në të njëjtën kohë kur të kujtohet ose kur të marrë vesh për ndalesën. Do thot nëse arrin me largu sipas Imam Malikut, aromën atëherë do thot lejohet nga fidja. Allahu alem, edhe pse na do thot jemi Hanefi, po ajo që ka thënë Imam Shafiu ndoshta është më drejt për shkak se çu ka hadithi i Ibn Abbasit që Allahu e ka liru këtë umet, do thot nga harresa dhe nuk i merr përsipër. Gjithashtu këto hadithe ka fundi i këtij në kapitull e shohim edhe rastin se si është ndjer pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot kur i ka shpallë, do thot ka pas vështirësi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht dietarët kanë thonë që nëse parfumoset njëri nga harresa dhe dëshiron me largu gjurmët e erës së parfimit, kanë thonë dietarët mjafton që njeriu do thot me pas me çka më pështill, dhe mjafton normalisht njeriu që me marr do thot teshin e tij, edhe pastaj do thot me vetëm qëllim që me u largu do thot era e parfimit. Kjo me kuptuar që kena obligim me ju kthy ulemave dhe njerëzve ditur me i pyet, që kanë ardhur njerëzit nga shumë vende me pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allahu ka thonë: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", pyetni njerëz të dinë se ju nuk i dini gjërat. Gjithashtu është argument që pejgamberi alayhi wasallam nuk ka dhënë shpesh gjavab pyetje para se me përfundu shpallja ose para se me i shpall Allahu diçka. Për ta thënë Allahu tha: "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam". Allahu azza jall tha: Allah i ta mësoi ty atë që nuk e dinte, unë nuk e disha o pejgamberi Allahut. Wa wajdaka dhallan fahada. Allahu ta gjeti të paditur dhe të dha dije. Gjithashtu argumenton në rastin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njeri apo muftia dietari duhet kanë me stagnon përgjigje, sidomos kur nuk e din përgjigjen saktë, derisa të rëmtoje në për libra apo të vetë ndonjë njeri më di shumë. Shifë qartë edhe thot skuqja e fytyrës pejgamberit sa duke tregon që ka përjetuar vështirësi të pranimit të shpalljes, thot sallallahu alaihi wasallam. Prej çështjeve thot që i kanë shkoqitur ulemaja nga këto hadithe, thot është edhe çështja se Allahu azza wa jall, sipas asaj që është me sakta normalisht, e ka leju njerin që bon nga iransa gjëra, e ka leju nga do thot nga shpagimet. Por dietarët do thot janë ndarë në mendimet e ndryshme dhe normalisht këto janë mendimet e cilat japin me kuptuar që njerëzit kanë hulumtu në këtë fe, japin me kuptuar që do thot kjo fe nuk është nga llop, por që dietarët kanë hulumtu dhe normalisht që mundu që me gjet do thot zgjidhje për gjërat e cilat do thot njerëzit vinë në kundërshtim apo nuk mundet me gjet ndonjë gjavab apo përgjigje të saktë. Prapësisht kjo është një hyrje rreth këtij kapitulli. Vazhdojmë inshallah në legjëratën e ardhshme me bab mawaqitul hajj wal umra, thot rreth vendeve, thot se ku bëhet niyeti për haxh dhe për umre. Dhe në kimin e ardhshëm, Allahu që çdo kush ka bënë me shku në haxh, Allahu t'i mësoj me shku. Dhe normalisht të tjerëve që s'kan pas mundësi me shku, inshallah Zoti ja mëson me shku para se me dal nga kjo botë. Zoti di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.